Fillimisht në një më të madhe do të shtojmë 250 gram djath. Unë po përdor djath të butë dhe djathin e butë po e përdor nga marka Pënar. Vazhdojmë të shtojmë djathin në një më të madhe. Ky është lloji i djathit që po e përdor unë, djath i butë. Ne vazhdojmë që brenda të djathi të shtojmë krem djathi. Në total do të shtojmë 250 gram edhe me krem djathi. Krem djathi Philadelphia ose Labne, unë po përdor Labne, njëjtë nga marka Pënar. Nëse nuk mund ta gjeni si produkt në vendin ku ju jetoni, mund që ta zëvendësoni edhe me ajk ose salt kusi. Tani vazhdojmë që brenda të shtojmë vezë. Në total do të shtojmë 3 vezë gjota. Një pako pluhur për pjekje. Dhe vazhdojmë që të shtojmë edhe jogurt. Jogurt në total po përdorim 100 ml. Nëse në vendin ku ju jetoni nuk mund ta gjeni si produkt jogurtin, mund ta zëvendësoni edhe me kos. Vazhdojmë tani përzijem mirë derisa gjitha produktet që i kemi shtuar në brenda të lidhen, të bëhen bashkë dhe fitojmë një masë të mirë për mbushjen e byrekut. Tani marrim një tjetër më të vogël dhe këtu shtojmë 120 ml me qumësht. Te qumështi shtojmë edhe 100 ml me vaj. Përzijem mirë dhe e largojmë anësh. Kjo është lyerja të cilën do ta përdorim për të lyer petat e byrekut. Dhe për këtë byrek do të përdorim peta të gatshme për pite dhe për baklava. Bëni kujdes mos i merrni ato të ngrira, por merrni kështu të freskëta. Marrim tani nga 2 petë. Pasi shtrim në vendin ku do të punojmë, me përzierjen me qumësht dhe vaj, i lyejmë petat. Përhapim dhe tërë sipërfaqen e petës. Tani vazhdojmë që ta palosim në këtë mënyrë edhe një herë nga ana e kundërt. Tani këtu vazhdojmë shtojmë nga përzierja tjetër që e kemi bërë gati me vezë, djath dhe përhapim mbi tërë sipërfaqen e petës. Tani vazhdojmë që ta mbështjellim në formë trekëndshë. Tani në të njëjtën mënyrë vazhdojmë dhe i përgatisim në gjitha petat. Si e rendisim në tepsi tërë burekun, me lyerjen që na ka mbetur në fund, i kalojmë edhe një herë sipër. Tani vazhdojmë në pjekje. Fura është e parangruhur mirë në 200 gradë dhe në 200 gradë vazhdojmë i pjekim diku prafërsisht 25 deri në 30 minuta, derisa të sigurohemi që bureku do të merrë një ngjyrë të bukur. Dhe të dashur miq, byreku është gati vetë sa e kam larguar nga fura. Edhe nëse të stofet pak para se ta shërbejmë dhe ta shijojmë.